i jep recetën atij. Kjo është receta e parë. Edhe më mënësit është jap me analgin, i shkruaj, analgin 3 herë nga 2 ampulla, dhe shti, nga këtë moment që unë kam shkruar këtë, unë s'kam nej asi moment i qetë. Sepse, më kujtohet, unë vishe nga shkolla, të gjithë teoria farmakologjia e analginës. Qa do ndodhë se? Kjo është me këtë dosje, kam dhënë, kjo ka i mekanizëm i cili shkon të vasodilatacioni, mund të bëjë një shok hipovolemik, mund të bëjë, do të desin ky njeri. Dhe më men ka qenë ditë e premte kur e kam shkruar recetën, një ditë premte ose shtunë unë shkosh në Shkodër në shtëpi dhe vishë të hanë mjes, dhe unë atë fundjavë unë nuk kam qenë vetvetja. Njerëzit thoshin çka ka ky, unë ishin mbyllur, menden aty, s'fleshe gjumë, nuk hash, çka ke asgjë, si atë rregoshe kërkujt. Dhe momentit hanës, unë me bindni që du më arrestojnë, diçka ka ndodhur aty. Zbrez nga autobusi, edhe shikoj njerëzit, thash, që normal, përsi i femjerë aty, thë. Ha më si janë punët, mirë, thë, kemi në i lajmë, jo, thë, zakonisht. U qetësova pak, eca pak, i thëmë, ati në spjekët, parë sot, atë filanin, i thëmë, si është, mirë është atë, shka gjë, thë, pa u qetësova. Gjithmonë pa mendojshë, pra, kjo është fillimi që të regon që edhe sot, unë kam 20 vjetë po bëhen karrierë, unë këtë pasiguri, këtë emocionën e përjetu edhe sot.